Si komentoni deklaratat të tilla që Jozi nuk mund të hyjë më në Kosovë, a mund të arrihet deri në një pikë të tillë kundrejt një personi? Është e njëjta çmenduri që po bëhet me lidhjen që ai është e Kosovës dhe i Shqipërisë, nuk e di se kush e ka këtë dëshirën kaq të madhe për të krijuar një lloj përçarje, por mendoj që media e ka detyrë për të përcjellë një mesazh bashkimi dhe jo të marrë, le të themi, disa indicie nga profile pa emër në rrjetet sociale që lëshojnë komente të pa fre dhe komente që nuk i shërben askujt. Për mua Jozi do të distancohet vetë se duke parë dhe impaktin që ka Gjesti, ai e di shumë mirë impaktin që ka Gjesti si personazh, nuk e di pse gaboi dhe shkoi në ato denigrime që shkoi duke përdorur edhe dhunën fizike, por nuk e di, janë çmenduri dhe deklarata të tilla, unë mendoj që duhet të bëjmë kujdes kur i japim, pasi mund të nxisim edhe situata për të cilat më vonë mund të pendohemi dhe kush do të mbajë përgjegjësi atëherë. Një prej ish-banorëve, Zebër Vogi, ka deklaruar se kur kemi të bëjmë me një reality show, do duhet të presim edhe skena të tilla, pasi sipas tij ka individ të cilët provokohen mjaft lehtë dhe nuk mund t'i durojnë dot nervat e tyre. A është e justifikueshme një gjë e tillë, pavarësisht se kemi të bëjmë me një reality show apo me një spektakël televiziv, por a është e justifikueshme dhuna në këto raste? Dhuna nuk justifikohet në asnjë formë, në asnjë mjet dhe në asnjë jetesë. Përpos fakti që kemi të bëjmë me një emision i cili ka një audiencë të frikshme dhe të shikosh akte dhuna aty, i bie që në jetën reale ne mund të presim edhe gjëra më të mëdha. Loja Big Brotherit ka çelësin e vetëm që ti të kesh durim edhe t'ja lësh kohës, për shembull, për të marrë, le të themi, atë hakun tënd, por pa shkuar tek ekstremiteti, tek dhuna. Pa diskutim që Gjesti është një lojtar i cili ka provokuar, ka qetësinë e tij në lojë, le të themi, ka një lloj manteli që nuk preket nga provokimet, të tjerët preken më shpejt, pasi e shikojnë si një lloj cënimi të dinjitetit të tyre, duke ditur që jemi në një format si Big Brother ku bëjnë lojra të forta, duhet të përgatitesh që do të kesh edhe provokime të tilla, me zgjuarsi ti mund ta hedhësh poshtë tjetër me fjalë, po jo me grushta. Ndërkohë, sipas këngëtarit Labino Dorexha, thuhet se Jozi ka bërë rreth 2-3 vite burg në Zvicër me dyshimin se ka dhunuar një vajzë. Këto janë dyshime deri tani. Dhe a tregon kjo se Jozi, po themi, ka qenë, ose më saktë, ka atë instinktin e dhunuesit dhe kjo nuk është një ngjarje e rastësishme? E kam parë deklaratat e këngëtarit që vetëm sot e kam parë në 3-4 emisione, nuk e di, shqyr që ndodhi kjo për këta që dalin dhe të flasin se për karrierën e tyre nuk merret kërkush të flasi. Produksioni besoj që bën një kontroll të dosjeve si shëndetësore, të dosjeve penale, edhe nëse se unë nuk e kam parë si dokumente, nuk mund të flas me siguri e ka bërë apo jo, por duke qenë që janë këto personazhe që flasin me kaq siguri, nuk besoj që produksioni do të lejonte diçka të tillë. Nëse e ka bërë, ja ku doli, ja ku jemi në rasti konkret që Jozi pa diskutime ka treguar dhe brenda jetesës së tij që është një person që, le të themi, që ka një karakter po goxha të ashpër. E kemi parë që në ditët e para ku tentoi dhe hodhi, le të themi, një mal me denigrim ndaj Rozanës, edhe në lidhjen e tij me Loredanën i kemi parë paksa, le të themi, ai burri autoritar që do të ketë kontrollin e femrës, duke vënë ai norma sjellje. Pa diskutim që çdo banor aty tregon veten e tij në mos një ditë në një tjetrën, por Jozi ka treguar që është një person agresiv. Si e parashikoni natën finale të Big Brotherit? Me këtë që ndodhi, besoj që do të jetë një finale e cila do të kaloj me këtë shijen e kësaj shpullës, do të kaloj me mungesën dhe me, le të themi, me padrejtësinë e madhe që u bë Gertës që nuk preku finale, po sidoqoftë do të jetë një finale që do të gëzoj, le të themi,
tifozëritë e banorëve që janë ende në lojë, do të jetë një finale ku do të vlerësohet dhe do të marrë çmimin pa diskutim Gjesti. A mendoni se Gjesti është i avantazhuar nisur nga ngjarja që ndodhi apo gjithçka do të vendoset nga votat e shqiptarëve? Po Gjesti që kur u fut në Big Brother e ndryshoi lojën. Kjo do të thotë që ai ishte një lojtar që le të themi kishte të gjitha ato elementet për ta bërë ato show të tij. Ai është një showman, e ka demonstruar her pas here me shumë situata, me provokime që le të themi është i vetmi që e mban gjallë atë Big Brother për të flitet nga mëngjesi dhe në darkë. Nuk ka pasur asnjë fije dyshimi që mund ta fitonte Gjesti, thjesht me këtë ja kanë shtuar me 10 fish sigurinë që ai do të shpallet pa diskutim fitues. Nga ndryshon ky Big Brother nga i mëparshmi, veçanërisht në rastin e Luiz Eilit, dhe a mund të themi se Gjesti është një Luiz Eili i ri që ndryshoi rrjedhën e gjithë spektaklit, apo thjesht janë dy personazhe me karakteret e tyre? Pa diskutim që janë dy personazhe të kundërtën, po flasim për një Big Brother ku Luizi, le të themi, personazhi që e kishte aty bëri që le të themi, rrugët në çdo prime të ishin bosh, nuk mund të le të themi të krahasosh impaktin që kishte ai pasi ishte një banor që i kishte të gjitha cilësitë, bëri një lojë që nuk ishte parë më përpara, u bë shumë i dashur, krijoi një lidhje, kishte le të themi atë personalitetin e vet me argumenta, kishte dije nga çdo fush, pra ishte një paketë e kompletuar që erdhi për herë të parë për publikun, por Gjesti ka natyrën e tij çapkëne, energjik, një provokues i bukur, le të themi një njeri real brenda asaj loje, kur ka gabuar, ka kërkuar falje, pak a shumë në këto dy ujëra kanë qenë dhe mbetën këta dy personazhe. Redion, dhe i pyetje fundit, si mendoni Big Brother do duhet vazhdoj me këtë format në përzgjedhjen e profileve të VIP-ave, po do duhet më saktë të zgjedhë njerëz, po themi, ose profile të cilët kanë një farë niveli më të lartë, qoftë në karrierën e tyre, po qoftë edhe sa i përket asaj që transmetojnë? Big Brother është një format ku në thelb të tij le të themi ka dinamikën e lojës, që të personazheve që le të themi krijojnë një lloj adrenaline, që japin materiale për të pasur dinamika. Nuk është Big Brother le të themi një akademi ku të mblidhen të gjithë këto kokat më të zgjuara të shtetit dhe të bisedojnë apo të tregojnë histori apo të tregojnë dije. Padyshim që në skaletën apo dhe në checklistën që duhet i bëhet personazheve, unë e thash që nga dosja e le të themi e shëndetit mendor, që nga dosja e sigurisë penale apo jo, e nëse ka persona që kanë le të themi pikpyetje, nuk duhen përfshirë.